Mira besimtarë ortodoks janë bërë pjesë e procesionit të epitafit në kuadër të së premtes së zezë, duke krijuar një atmosferë të veçantë shpirtërore në qytetin e Korçës. Të gjitha kishtat e qytetit u bashkuan fillimisht pranë katedrales Ngjallja e Krishtit për të vijuar më pas në heshtje përgjatë bulevardeve kryesore të Korçës. Procesioni u ndal në 14 stacione që simbolizojnë mundimet e Jezu Krishtit, një nga një të gjitha ritualet më të rëndësishme të besimit ortodoks. Për herë të parë, procesioni u drejtua nga mitropoliti i Korçës, Erësia e tij Anastas, i cili udhëhoqi lutjet në çdo ndalesë. Pjesëmarrja ka qenë e lartë, ku krahas besimtarëve vendas, të shumtë ishin dhe emigrantë të kthyer nga Greqia, si dhe turistë që kanë zgjedhur Korçën për të kaluar festën e Pashkës. Atmosfera festive dhe shpirtërore e Pashkës në këtë qytet vijon të mbetet ndër më të veçantat në vend, duke tërhequr çdo vit një numër të madh vizitorësh e besimtarësh jo vetëm ortodoks.